Rruga e vdekjes, tjetër aksident me 3 viktima në vendin ku ndodhi tragjedia me tifozët e PAOK-ut. Një tjetër tragjedi rrugore shënuar në Rumani, vetëm pak ditë pas aksidentit fatal ku humbën jetën 7 tifozë të PAOK-ut që udhëtonin nga Selaniku drejt Francës për ndeshjen kundër Lyon. Sipas mediave lokale, 3 persona humbën jetën dhe një tjetër u plagos rënd të dielën pasdite pas një aksidenti të rënd trafiku jashtë komunitetit të Domastnea në Rumanin perëndimore. Në aksident u përfshi një kamion dhe një furgon. Nga minivani u nxorën 3 pasagjer pa shenja jete, shoferi 58 vjeçar dhe 2 fëmijë të moshës 16 dhe 13 vjeç. Shoferi i kamionit mori ndihmën e parë në vendngjarje dhe më pas u transportua në spital nga shërbimi i ambulancës prefekturore. Aksidenti ndodhi në të njëjtën rrugë ku ditë më parë 7 tifozë të PAOK-ut humbën jetën dhe 3 të tjerë u plagosën rënd kur furgoni me cilin udhëtonin drejt Francës u përplas me forcë me një kamion pranë Lugos në qarkun Timis. Kujtojmë se i plagosur i fundit nga 3 të mbijetuarit aksidentit më parshëm u transferua në Greqi të mërkurën në 4 shkurt me aeroplan nga aeroporti ndërkombëtar i Timosoarës për të vijuar trajtimin mjekësor në Greqi.